Sytë tu shikoj një zhgënjim, jo nuk mund ta pranoj, miku yt do të mbetem deri në përjetësi, malli let të na djej për një puthje të brisht. Wow, 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 wow. Miku yt do të mbetem deri në përjetësi, malli let të na djej për një puthje të brisht. Mimbroma dhe mirë se erdhët në natën e 2 të festivalit Këngët e Stinës 2002. Dhe ja ku rikthyem me Florin përsëri në skenë në hapje të kësaj natë të 2 të këtij festivali. Flori, unë të falenderoj për shtesën që më bëre në këtë formë kaq madhështore, të falenderoj. E meritoj një dërtokite po jo? Faleminderit. Kjo është pra nata e 2 të këtij festivali, në të cilën ju do të shihni 16 këngëtar të tjerë konkurrues për çmimet e mëdha që nesër, në natën e 3 finaliste, jurit tona të nderuara do t'japin. Unë, Flori, do doja të falenderoja dhe drejtorin e përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar, I cili ka hapur dyert për të tërë ne, për ne të dy, për këngëtarët konkurrues, cilët janë 32 dhe për të gjithë ju. Faleminderit. Faleminderit. Sot, Zhaku, do të kalojmë 16 këngë, ashtu si dhe natën e parë, këngëtar, këngëtare, grupë rinore, që do të na sjellin ndoshta freskinë dhe aromën e Stinës. Pse jo? Dhe ne ju urojmë suksese pra edhe 16 këngëtarëve të tjerë të kësaj nate të dytë. Dhe mendoj, Flori, se duhet hapur konkurimi. Duhet startoj konkurimi. Normalisht natën e parë hap një këngëtar I cili vjen nga Struga. Emri I tij është Guximtar Rushani, muzika Burim Mehmeti, teksti Besim Bashallari, orkestroi Vullnet Ibrahimi, këndon Guximtar Rushani me këngën Eja në jetë. Kur vjen të flet, ti nuk më le, mos fli më thua, kujto më mua. Kur vjen të flet, gjumis më zel, të kujtoj ty, kujtoj sytë tu. Di nga hëndra e vërtet, dhe ja bashkë me mua në jetë, e sa net duhet të kalojnë, që ne të dy të mos hëndërojnë. Kur vjen të flet, ti nuk më le, mos fli më thua, kujto më mua. Kur vjen të flet, gjumis më zel, të kujtoj ty, kujtoj sytë tu. O, ky gjumis sa më merr, vjen ti në ëndër dhe më ngren, e sa net duhet të kalojnë, që ne të dy të mos hëndërojnë. Duhet të kalon, që ne të dy të mos ëndërojnë. O, ky gjumi sa më merr,
vjen ti në ndër dhe më ngren. E sa net duhet të kalojmë, që ne të dy të mos po mundohem për sëri të fle, po I mbyllë sy. Prap gjumis më Guximtar Rushani. Tani në skenë do të vi një grup I cili mbart një emër që duket si reakcion kimik. CT62. Dhe ata vinë me një këngë që titulohet Droga. Me muzikë dhe tekst të grupit CT62, të orkestruar nga Ernest Çili, CT62 Droga. Nga vetja nuk me ndan, me dao nga familja ime që shtrejt dhe nga shoqëria për jetë. Grupi jon ka një mesazh, as një drog mos ta vazhdoj se në jetën na shkatroj. Si masa e vetë, ta jo hyri në mesnes, ka ndau nga të gjithë me la pa shpresë. Gjithër është droga që përdortit bota. Asi mos ta filloj si jetën na shkatroj. Të gjithë janë të dërmuar nga jetë të mallkuar. Vëlbëzon buza ime kur para faqeshti. Unë e drogën e filluam në drinj të gjithë gabuam. Kam pata sytë e mi nuk ka pa as njërit. Të rinjet e her mua të drogua me shërin. Edhe në perruk. Në të lidhë që janë të nëmbajnë që në drogën të harrojmë dhe nuk kur mos ta fillojmë. Në perruk. Këndoj, dua të harroj. Në perruk. Këndoj, drogën të harroj. Në perruk. Gjajt I hidhura, ka ketë kemi kelu me duar të lidhura. Drog fjali hidhu që në zemër na soton, thellë në jetën në shkatron. Buzët na u tha, në sytë na u eresua, na nuk donim të shikonim, këtë gjithë pa I kushtonim. Teshët na u mbyllë, nuk donim të dëgjonim. Në zemra tonë, ra një thikë dhe I qau, në të gjithëve në ndau. Nga kjo drogë e maftua, në shumë shok I arrua. Kur fjallin drogë dëgjua, në të gjithë ku tërgua. Në suta jeta jonë, në shkatrua me drogë, disvoj dhe pozicion. Unë e drogën e filluam, në drinj të gjithë gabuam. Kam pata sytë e mi nuk ka pa as njërit. Të rinjet e her mua të drogua me shërin. Edhe në perruk. Dhe unë vi në skenë me më të voglën e festivalit, të cilës
një krijues i vjetër i muzikës shqiptare ka realizuar këngën e saj e cila titullohet Unë shoh vetëm yje. Muzika Zev Çoba, teksti Paulin Shtjefni, orkestroi Jetmir Mehmeti, këndon Barbana Dini, më e vogla e festivalit Këngët e Sinës 2002, Unë shoh vetëm yje. Qieli sonte që kam mbush me re, thonë se qieli sonte dashka të lotoj. E unë ngrita sytë dhe shikova qielin, ashtu e mendua thira gjithë gëzim. E unë ngrita sytë dhe shikova qielin, ashtu e mendua thira gjithë gëzim. Vetëm yje. Unë shoh vetëm yje. Barbana Dini. Dhe tani ka ardhur momenti, si e tham dhe natën e parë të këtij festivali, juri do t'jenë 2 në këtë festival dhe unë me shumë kënaqësi do t'i prezantoj ato. Është juria e festivalit, e cila kryesohet nga dirigjenti dhe kompozitori i njohur zoti Jetmir Barbëllushi, nga Edmond Zhulali, kompozitor, nga Ëngjëll Ndocaj, drejtori Departamentit Kulturës në Televizionin Shqiptar dhe gazetar njëkohësisht, Mariza Ikonomi, këngëtare, Valbona Imami, aktore dhe pedagoge në Akademinë e Arteve në Fakultetin e Artit Skenik, Kastrio Tusha, tenor në Teatër të Operas dhe të Baletit, Brunilda Zllami, shkrimtare, Redi Jupi, futbollist, kapiteni i ekipit Dinamo, i ekipit kampion, dhe Arjan Konomi, kryeredaktor i revistës Spektër. Dhe do të kemi dhe jurin e shtypit, e cila përbëhet nga Elsa Demo, nga Gazeta Korrieri, nga Esmeralda Mulaj, nga Televizioni Shqiptar, nga Elda Koçi, nga Radio Tirana, Anila Vogli, nga Televizioni Koha, Indrit Çobani, nga Radio Koha, Sonila Pepa, nga Televizioni Arbëria, Flora Nikola, e cila vjen nga Agjencia Telegrafike Shqiptare dhe është dhe kryetare e kësaj jurie, nga Anja Bazi, nga Televizioni Vision Plus,
Esmeralda Bardhyli nga Gazeta 55, Admirina Peçi nga Gazeta Shekulli, Migena Hoxhalli nga Gazeta Shqiptare, Alketa Sino nga Televizioni Top Channel, Ornela Gaçe nga Televizioni Telenorba Shqiptare, Andi Bica nga Televizioni Shijak, Odeta Halili nga Gazeta Dita, Rovena Kalaja nga Gazeta Albania, Dhurata Hamzaj nga Gazeta Tema. Dhe ne ju urojmë punë të mbarë dhe paraprakisht urime në çmimet e merituara që do t'jepni. Dhe vazhdojmë me konkurimin. Në natën e dytë të festivalit Këngët e Stilës 2002. Do të vi në skenë një këngë e bardhë. Titulli i saj është Bardhësi. Kompozuar nga Erion Sheme, djali i kompozitorit të madh, i cili sot nuk është më, Vakthi Sheme. Para 30 vitesh, ky kompozitor ka kompozuar një këngë shumë të famshme, shumë të njohur nga ju, e cila kishte të njëjtin titull, Bardhësi. Teksti Armand Trebicka, orkestroi Endri Sina, këndon Erlin Zeraliu, Bardhësi. Erlin Zeraliu. Ta vesh për hir të bardhësis, vesh për hir të bardhësis, i veshur me dëbor, doren drejt dashuris, pesazhe, e njëherë do zbuloj, strukur me unë mes të gjithësi, i vetëm jo nuk jam, zemra më shoqëron, dhe ndeher, ajo mi tregon, më pëlqen të edhe mbi të më pëlqen të jem e bardhësis, deri në fund të botës, unë do të shkoj, sepse rrugën për të kthyer unë e di. Për mua një këmish, më duhet që ta vesh për hir të bardhësis, vesh për hir të bardhësis, i vetëm jo nuk jam, zemra më shoqëron, dhe ndeher, ajo mi tregon, më pëlqen të edhe mbi të bosh, më pëlqen të jem e bardhësis, deri në fund të botës, unë do të shkoj, sepse rrugën për të kthyer unë e di. Më pëlqen të edhe mbi të bosh, më pëlqen të jem e
Erlin Zeraliu me Bardhësi. Flori tani do të vi dhe do të sjellë këngëtaren tjetër konkurruese në këtë mbrëmje të dytë festivalit Këngët e Stinës 2002. Ajo është Valbona Zhulegu, e cila vjen me një këngë që titullohet Natë e Marë. Me muzikë dhe orkestrim të Edmond Rapit, me tekst të Jonida Dervish Hasanit, Valbona Zhulegu me Natë e Marë. Natë e Marë.
Valbona Zhulegu, natë e marë. Në fakt, sot është një mbrëmje e mrekullueshme. Njëra nga mrekullit e botës ka pranë një tjetër mrekulli. Dhe në momentin që ne përmendim të parën, me njëherë na shfaqet edhe dyta. Piramidat e Sfinks, normalisht. Me emrin e figurës mitologjike, kam pakzuar grupin e tyre. Grupi tyre titullohet Sfinks. Me muzikë të Mirger Tusha, teksti Irma Kurti, orkestruar nga Andi Tusha, këndojnë Sfinks, dëgjo dhe fal. Rapporter und
do të thoni, si ka mundësi që Zhaku dite më për ditë ka një look kaq të bukur dhe interesant. Po kjo është vetëm merit e Zina Kondit, e stilistes time të preferuar. Po si ka mundësi që është kaq komode në skenë? Sepse unë mbaj këpucë të prodhuara nga giganti prodhimit të këpucëve në Shqipëri, Miral. Po të shtunave mbrëmjet, ku i kalon Zhaku? Atje ku unë kënaqem pafundësisht në pub Mirage 2. Po kafe, Lori kafe. Po parat, ku i mban aq të sigurta? Në Bankën Kombëtare Tregtare. Pak publicitet dhe përsëri në skenë me një surprizë. Banka Kombëtare Tregtare. Banka më e vjetër dhe më e re në Shqipëri. Banka Kombëtare Tregtare. Banka tradicionale. Banka më e madhe private në Shqipëri. Banka më e madhe private në Shqipëri. Lori kafe alla turca. Lori. Në 3 ngjyra të ndryshme. 100% kafe braziliane. Fitoni dhuratat Lori kafe. Dhe tani surpriza.
Faleminderit. Kjo është një këngë që Alfred Kaçinari e ka kompozuar dhe orkestruar me shumë dashuri dhe unë e falenderoj. Tekstin e kam shkruar vetë, modestisht, dhe të doja të bëja edhe një falenderim tjetër shumë special. Babajin tim. Faleminderit. Pas emocioneve të mrekullueshme që grove ti dhe kënga jote, Faleminderit. yjet po flasim për ty. Po flasim yjet, po beso. Okej. Atëherë vazhdojmë konkurimin ton me një tjetër këngë. Vjen një duet me një tekst të shkruar nga Mimoza Bici. Muzika Diana Ziu, orkestroi Dorian Gjoni, kush këndon? Denada Toçe dhe Bledar Naska. Yjet po flasim për ty. Dos
Yjet po flasim për ty. E do të vjen sken një këngë tjetër shumë moderne dhe shumë ritmike. Ritmi i saj është R&B, besoj e din. Të rinjt e ndjekin shumë të këngë. Të lloj rrymë. Me titull shumë të çuditshëm. Për lajka nuk jam. Teksti Murat Isaku, orkestroi dhe realizoi muzikën Virus. Pra Nexhat Mujovi. Këndon Shpat Kasapi për lajka nuk jam. Sërish të pres tek porta e vjetër, përveç teje s'kam shpresë tjetër. I ri un jam dhe për lajka nuk di, ndaj edhe më kate ti çmoj si dhun ti. Mos më shiko, të lutem vëngër, se jeta është një qasje e ëmbël. Kjo mbrëmje më vret, kjo mbrëmje më tret, vetëm dy syte tu m'kthejnë në jet. I ri, jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti shmoj si dhun ti. Jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti shmoj si dhun ti. Sërish të pres tek porta e vjetër, përveç teje s'kam shpresë tjetër. I ri un jam dhe për lajka nuk di, ndaj edhe më kate ti çmoj si dhun ti. Mos më shiko, të lutem vëngër, se jeta është një qasje e ëmbël. Kjo mbrëmje më vret, kjo mbrëmje më tret, vetëm ty syte tu m'kthejnë në jet. I ri, jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti çmoj si dhun ti. Jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti çmoj si dhun ti. Jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti çmoj si dhun ti. Jam dhe për lajka s'di, dhe për lajka s'di, edhe më kate tua, ti çmoj si dhun ti. Shpat Kasapi. Flori do të vi sërish në sken, por këtë herë për të sjellë një tjetër këngëtare konkurruese. Ajo është Etleva Ibrahimi, që vjen me këngën që titullohet Nesër. Pra sot ajo këndon këngën Nesër. Nesër. Me muzikë të Luan Bakiut, të orkestruar nga Alfred Kaçinari, me tekst të Jorgo Papingjit, Nesër. Etleva Ibrahimi. Nesër. Son te më do, sa shumë të dohesh, mos unë të do. Son te yjet e hënë, ti mos mi falë, mos mi brendo. Son te të lutem mos folë, se fjalët son te nuk i dua. Son te po të premtova, te po të pusa, mos më beso. Nesër me ty ku të jetë, Nesër
I dashur haro, ata që ishin mos i kujto. Sonte tjetër përgjigje, mos e mendo, e mos e kërko. Shije që fare ku janë, dita i zbehën, perënduan. Se nëse more një putje, mere si ëndër, mos e haro. Nesër me ty kur të jenë, nesër, dhe do shta ndryshe të tjenë. Nesër, tjetër përgjigje të t'kenë. Nesër beson çfarë të ten. Është e bukur kjo jetë, është e bukur vërtet, se na bën të ndryshojmë. Nesër me ty kur të jenë, është e bukur kjo jetë, është e bukur vërtet, se na bën të harrojmë. Nesër me ty kur të jenë, se ndoshta ndryshe të jenë. Nesër me ty kur të jenë, se ndoshta ndryshe të jenë. Nesër. Nesër, Etleva Ibrahimi. Dhe do të vazhdojmë konkurimin ton. Etleva! Mrekulli. Etleva Ibrahimi, nesër. Eja sot. Nesër. Dhe ne vazhdojmë konkurimin ton sot, jo nesër. Vazhdojmë me një këngë tjetër. Të gjithë e dim se ëngjëjt jetojnë në qell. Ndërsa me kantautorin ton do të ndryshe. Zbret një ëngjëll dhe frymëzon atë të shkruaj tekstin, të kompozoj muzikën dhe të vi sonte ta interpretoj këtu. Orkestruar nga Endri Sina, vjen ta këndoj këngën Ëngjëll Gri, Vlashen Sata. Zgjohen nga puthja e buzëve të tua, e shoh dy sy të mëdha që me mall më qeshin mua. Shoh këtë krijesë magjike, fytyrën e saj që më bën sot mua të qaj. Flokët më rrethojnë dhe nga çdo gjë duan të më mbrojnë mua. Dhe kur vesh këmishat e mia, e vogël e brisht e bukur yllti nga madhështia. Je ti, je ngjëllim, e në krahët e tua unë praroj i çdo perëndim. Je ti, je ngjëllim, as i barti, as i zi, por je ngjëllim.
për qafim, e ditën vetëm avull që endet në pikëllim. Shumë i madhër sot ky diellim, më bën të mendoj për nesër një nat pagim. E kur grindem je vërtasim, dhe për shumë pak kone më nuk flasim ne. Dhe pastaj sa bukur pajtohemi, sa fort shtrëngohemi, duke qarë e mos lëshohemi. Je ti, je engjëllim, e në krahët e tua unë praroj çdo perëndim. Je ti, engjëllim, as i barti, as i zi, por je engjëllim, gri. E kur mos të zgjohemi, dua të të shoh ty në ato sy, në pafundësi. Vlashen Sata. Këngëtarja tjetër konkuruese do të këndoj një këngë e cila titullohet Vetëm mik, por kjo nuk do të thot as pak që ju tani të çojeni dhe të ikni, sepse ju do të dëgjoni këngëtaren tjetër konkuruese dhe ajo është Joana Plaku, e cila vjen e shoqëruar nga Flori. Me muzikë dhe orkestrim të Voltan Prodanit, me tekst të Jorgo Papingjit, Vetëm ik, Joana Plaku. Nëse ti kërkon
Joana, mrekullueshëm. Joana Plagu. Vetëm ik. Në fakt, shiko çfarë ndodhi. Në momentin e parë që unë mundohem të shoqëroj Joanën, ajo me titullin e saj dhe këngën e saj më tha, vetëm ik, të lutem vetëm ik. Edhe unë ika. Do vazhdojmë konkurimin tonë me një tjetër rrymë. Dhe nga muzika lehtë, soul, do kalojmë në një rrymë tjetër. Hip hop soul. Vjen një grup i cili ka një emër shumë të bukur. Real. Reali Madridit, ëh? Real vin me tekstin e Gjergj Figurit, me muzikën e Jetmir Mehmetit, orkestruar nga Jetmir Mehmeti, mall nga Real.
Real. Dhe vazhdojmë. Real. Faleminderit. Unë zgjohem në mëngjes, vesh këpucët e mia të dashura, të firmosura Miral, pi një kafe, Lori kafe, shkoj në bank dhe kontrolloj pak llogarinë time bankare në bankën kombëtare tregtare. Më vonë, kur vjen darka, unë shkoj dhe shplodhem në Pub Mirage 2, sepse aty unë finalizoj ëndrat e gjithë ditës sime. Ndjekim pak spot publicitar dhe rikthehemi në skenë. Banka Kombëtare Tregtare. Banka më e vjetër dhe më e re në Shqipëri. Banka Kombëtare Tregtare. Banka tradicionale. Banka më e madhe private në Shqipëri. Banka më e madhe private në Shqipëri. Tani që jemi rikthyer në skenë, kemi studentët e Akademisë së Dansit të pozicionuar dhe do të vinë me një numër të titulluar Pavdekësi, të punuar nga mjeshtri koreografi Arjan Sukniqi. Të pavdekshëm, studentët e Akademisë së Dansit, Pavdekësia. Studentët e Akademisë së Dansit të punuar nga Arjan Sukniqi. Dhe vazhdoj me konkurimin tonë. Ajo është shumë e bukur, vjen nga Kosova, nga një familje artistësh, me një këngë që titullohet Vjeshta, me tekst, muzikë dhe orkestruar nga Naim Krasniqi, Fjolla Krasniqi.
fiesta e soli puthje në parë në shi. Më mirë të themi se fajin e ka vjeshta, shiu që deva tonte tani shpirtin ngri. Ndoshta e ka fajin do kusht tjetër, do një sy që nuk vjen vend për suferim. Më mirë të themi se fajin e ka vjeshta, shiu që neva tonte tani shpirtin ngri. Ndoshta e ka fajin do kusht tjetër, do një sy që nuk vjen vend për suferim. Do një sy që nuk vjen vend për suferim. Fjolla Krasniqi, Vjeshta. Dhe me këto shira që po bien, mendoj se edhe sot jemi në Vjeshtë. Gjithsesi vazhdojmë konkurimin ton me një rrymë tjetër. Nuk po e them, do mbaj surprizë. Vetëm mund t'i them diçka shumë interesante, që nëse dikush na pyet sot, çfarë mendon se je, unë mendoj se nuk mund të përgjigjemi. Mendoj se përgjigjen mund të japi një grup që do të vinë në skenë. Ata janë shumë ritmik, shumë ekspresiv. Edhe emrin e kanë Rino Ritëm. Çfarë mendon se jem ta marrim përgjigjen nga Rino Ritëm? Teksi Fatos me Medani. Orkestrojnë Eritan Gjiksana. Rino Ritëm, çfarë mendon se je? Na ish diku një herë, një djarë me pak pak, me një fytyr të zez, një zbarkela i na, urit në për rrug, në botën e madhe, jash kohës moderne, jash kësaj radhe, si linda në këtë botë, la kur ishte me pak sa, visu ke më rëndon fjala, e lash më ka, fruti i dëshirës më shpirtret edhe igët, në rrugët e botës sendesh, jeton me frikët e uret, sjelljen e tyre nda jetohin nëse jetë, jetosh me ndërgam duash, kjo është me të vërtet. Një zë, dëgjoj nga zemre qelli shikoj, fytyrën e hënës sytë djeli shikoj, rrugë të shkret, në ptur dhe erë, në mes të rrugës, një njeri të mjerë. Ej, qa kujton qa mendon se je? Ej, qa kujton qa mendon se je? Qa mendon se je? Një ëndër e përjetshme, qa mendon se je? Një ëndër e pavdekshme, ti je qitë fat, por i askush, një krisëm të thot, ta dhuron dikush, një trup qitë në ur, për mbeso vesh të qaka me një kupon të kos. Realiteta strah, rëmbeva nga kjo jetu, një frime dhe një mish, dikush marrën beu, do shta rastësisht. Një zë, dëgjoj nga zemre qelli shikoj, fytyrën e hënës sytë djeli shikoj, rrugë të shkret, në ptur dhe erë, në mes të rrugës, një njeri të mjerë. Ej, qa kujton qa mendon se je? Ej, qa kujton qa mendon se je? Qa kujton se je? Zemërimi ti mutura ti vjen, me qova sërin dhe shova krinjer, kam uri, kam etje, jam në dhër shumë, në këna të timri, më pije gjurë. E çfarë do ti që të jesh, e ku do ti do të gjesh, anë mban në për tokë, edhe në një tjetër botë, e zemra ime fruti kohë, tha si bari, si qeverini vi një barushtari. Gjithmonë do të mbetesh një fat i vetmuar, që kur ti nuk do tretesh, nga kjo tërsi e tokës unë atje sërish do shkoj, se unë nga kjo balteta dhe atje do shkoj jetoj. Mira kyqin në tokë të ngrihet, si qylla në një rrugë të shkret, atje të pelgu i gjaku të kruti pa jet. Do lidhin dhimbjet, arresin grindjet, frikën gëzimin, tekin, trishtimin. Ej, qa kujton qa mendon se je? Qa kujton qa mendon se je? Ej, qa
kujton qa mendon se je? Qa kujton se je? Hey, qa kujton qa mendon se je? Qa kujton qa mendon se je? Hey, qa kujton qa mendon se je? Qa kujton se je? Pra Njëris. Po. Dhe jo pa qëllim. Çfarë mendon se je? Dhe unë gjëndem pranë juris, sepse do doja që kryetare së jurisë së shtypit t'i bëja një pyetje. Ajo është zonja Flora Nikolla dhe unë e falenderoj për pjesëmarrjen. Zonja Nikolla, a mendoni se fjala shtyp ka të bëjë me foljen me shtyp, do me thënë të shtyp është diçka? Sigurisht që ka të bëjë. Po, është si të thuash pak me dy presa. Nëse ne si gazetar shkruajmë diçka të saktë, ose që nxjerrim në pa diçka që i shërben shoqërisë, atëherë sigurisht që ne shtypim. Por në rast se nuk e shkruajmë aq saktë, atëherë ne shtypemi. Ju falenderoj për pyetjen, ju uroj punë të mbarë dhe do të vazhdojmë atëherë me konkurimin. Unë qesh pak sepse dhe unë jam shtypur. Kam qenë dhe unë e shtypur nga shtypi. Vazhdojmë atëherë me konkurimin. Këngëtari tjetër konkurues nuk është hera parë për mua që unë e prezantoj. Ai është Agim Poshka dhe vjen me një këngë që titullohet Nuk mund ta di, të kompozuar dhe të orkestruar nga Alfred Kaçinari me tekst të Jorgo Papingjit, shoqëron me flut bek Mark Luli. Agim Poshka Nuk mund ta di. Faleminderit. Si mundem ta di në qiell sa hyje ka, si mundem ta di se vdesin dashuri, sa dua ta di se ndjenja që zemra mba, si mundem ta di do na braktis një dit. Dhe nëse ky qas do vijë që tani dhe ti e di, nëse e di, përse s'mo thua, si kur të ishte hëndër çmenduri, ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjua. Si kur të ishte hëndër çmenduri, ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjua.
Sa dua ta di se qaste që ne jeton na iki një dit dhe s'kthehen as një her. Si mundem ta di se vajza që ta shuroj na lën në vetmi dhe ikin lart. Dhe nëse ky qas do vijë që tani dhe ti e di, nëse e di, përse s'mo thua, si kur të ishte hëndën çmenduri ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjuam. Si kur të ishte hëndën çmenduri ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjuam. Si kur të ishte hëndën çmenduri ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjuam. Si kur të ishte hëndën çmenduri ajo që ne të dy jetuam. Po kush e prishi ëndrën, jo nuk e di përse u zgjuam. Agim Poshka, nuk mund ta di. E kush mund ta di? Unë mund ta di. Natën e dytë të festivalit Këngët e Stinës 2002 e mbyll një grup shumë simpatik. Përbëhet nga 3 djemtë dhe ata kërcejnë shumë bukur. Teksti Elca Luca, muzika Albert Vrapi, orkestroi Durim Shopja. Për ju në këto momente, Weak Boys. Ishim ne aty, ku po plasën yje si puthje pa pëzmbetur. Në ditët pangjyra qëndronim si të etur, madhë si vulkan gjenë shtyra njerëzish. Puthje, e si i papashëm struket në hipokritën lutje. Zoti falë madhën tim, më katar mua më quan. E pastaj me gjakun tim, si me sopsa kështi luan. Sopsa te imazhin të lind të turej, dashuroj. Për paket vitre te e paketën pa tjere të nuk është vetëm një vështrindaste para shtuko. Të rish mi malen tim, s'do të thotë dashuro. E ndaj ndjeva i harruas në piktur e trisht. Para syrit e t'mërgura pas gjyra bik të shërirës. E jam bashkë të prekim yje, një tingull të jemi këtë natë, në dashuri të përhyje, ka se si të jemi më ka, se pa putjem të ndeshi, jam pa hapa e do s'mund të eci, do marrë të jetë e qelit do të vi. Ndaj ti lëre hënëm pas të presi. Mere prapin e në dorë, pikturon gjyrat në zemër. Nga duar të tu të indra, më në fundet keme emër. Ija këtë nga prames, bas dhe dhomën nga më katër. Vyte vetë një kësa here, mos e lesh për sën të plakër. Kur ti të qashe qas, për ty dhe bëhet shi. Në përshi me vrak, fiq në më do të di. Kur ti të jeshe lundur, gjeli do të rilin. Unë do të hapë gjellin, si do ti do di. Dhe po e mbyllë portën do të hiu nga dritaja. Dhe po isha jo mbyllur, kristal do të në xhama. E ka frika më kupton, sot duhet të jem me ty. Se dëshpërimi ka shonesë, puthen që kisha për ty. E jam bashkë të prekim yje, një tingull të jemi këtë natë,
jemi më ka. Se pa putjem të ndeshi, jam pa hapa e mos mund të eci, do marrë ty jetë e qelit do të vi, ndaj ti lëre hënëm pas të presi. Se pa putjem të ndeshi, jam pa hapa e mos mund të eci, do marrë ty jetë e qelit do të vi, ndaj ti lëre hënëm pas të presi. E jam bashkë të prekim yje, një tingull të jemi këtë na, në dashuri të përfyje, ka se si të jemi më ka. Se pa putjem të ndeshi, jam pa hapa e mos mund të eci, do marrë ty jetë e qelit do të vi, ndaj ti lëre hënëm pas të presi. Weak Boys. Dhe këto pra ishin 16 këngët konkuruese për natën e dytë festivalit Këngët e Stinës 2002. Nesër ju do të njiheni pra në natën e tretë finale të festivalit Këngët e Stinës 2002, ju do të njiheni me 16 këngët finaliste, sepse jurit tona të nderuara sonte në darkë kanë një punë shumë të vështirë. Do të mblidhen dhe do të caktojnë këngët konkuruese për çmimet e mëdha. Pra, nesër do të konkurrojnë vetëm 16 këngë, që do të na sjellin ashtu si dhe sot freskinë dhe aromën e Stinës. Zhaku? Ne, Tashtina Ngelet, vetëm të urojmë një natë të mirë. Mirë, Miru ta kofshim nesër. Freskinë dhe aromë. Natën e mirë.